Një banesë është përfshirë nga flakët pranë qendrës historike në Vlorë. Ngjarja u shënua pas ditën e të premtes në lagjen Osman Haxhiu. Shkaqet e flakëve sipas policisë së Vlorës në komunikatën e shpërndar për mediat dyshohet se është aksidentale. Shtëpia është një katëshe në pronësi të një shtetasi me inicialet KB. Flakët sipas informacioneve erdhën nga brenda godinës, ku siç konfirmojnë burimet e policisë së Vlorës, ka qenë një prej pajisjeve që përdoret për gatim që ka prodhuar zjarin. Ato janë përhapur me shpejtësi brenda pak minutash në brendësi të gjithë godinës. Ishin banorët e zonës, ata të cilët me të partymin lajmëruan menjëherë forcat zjarfikse. Për shkak se flakët po avanconin, por edhe pozicionimi të kësaj banese pranë shtëpive të tjera, në një blok banimi plot me banesa dhe njësi biznesi, për shumë minuta rreziku ka qenë konstant që flakët të shkonin edhe në drejtim të banesave të tjera. Zjarfiksja e Vlorës pas telefonatës ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes, duke ndërhyrë brenda pak minutash. Efektivët e zjarfikses e patën të vështirë fillimisht për shkak të rrugës me qarkullim të rënduar të automjeteve e mbi të gjitha rrugës me gjerësi të ngushtë në brendësi të lagjes ku ndodhej banesa në fjalë. Fatmirësisht ndërhyrja në kohë e zjarfikseve të Vlorës parandaloi rrezikun që flakët të përhapeshin edhe më tej në banesat e tjera. Ndërsa në brendësi të shtëpisë ku flakët ranë, dëmet materiale janë të konsiderueshme. Lajmi i mirë është që nuk ka persona të lënduar, pasi personat që gjendeshin në banesë kanë dalë jashtë saj, duke pritur ndërhyrjen e shërbimeve të zjarfikses së Vlorës. Por siç konfirmon policia e Vlorës në brendësi të banesës, janë ndjekur totalisht të gjitha orenditë e brendshme të shtëpisë. Policia e Vlorës ndërkohë ka mbledhur të gjitha provat në vendin e ngjarjes dhe ka referuar dosjen për rastin në prokurori. Do të jetë prokuroria ajo e cila do të japë edhe verdiktin final për shkakun e flakëve.